Një sekret I jetës. Jeta jote është marrëveshje me këtë botë. Vetëm ti mund t'i japësh sukses apo dështim. Disa do të vlerësojnë, të admirojnë dhe të duan, por më shumë do të urrejnë dhe zhvlerësojnë për arsye shekullore. Mos harro se të jesh I lumtur nuk është të kesh një qiell pas tuhi, një rrugë pa aksident, një punë pa përpjekje, marrëdhënie pa zhgënjime. Të jesh I lumtur do të thotë të gjesh forcë në falje, shpresë në betejë, besim në frikë, mirëkuptim në diskutim. Nuk është thjesht të shijosh buzëqeshjen tënde, por të reflektosh edhe në trishtim. Nuk është vetëm të festosh sukseset, por të mësohesh nga dështimet. Nuk është thjesht të ndjehesh I lumtur kur të duart trokasin, por të jesh I lumtur edhe në harrim. Të jesh I lumtur nuk është çështje fati, por rezultati një udhëtimi të vështirë brenda vetes. Të jesh I lumtur është të ndalosh veten të ndjehesh si viktim dhe të bëhesh autor I fatit tënd. Nëse kalon nëpër shkret të tira, të jesh në gjendje të gjesh një oazë të thellë brenda shpirtit tënd. Ndaj falëndero Zotin çdo mëngjes kur zgjohesh për mrekullinë e jetës. Të kesh guxim të përballesh me të vërtetën edhe nëse është kundër teje, të kërkosh falje, të ndryshosh të gabuarën. Këtë e bën një burr I vërtet. Të jesh vërtet I lirë edhe nga vetvetja kur të kërkon ti për ulësh të tjerët. Të mos e lësh dashurinë të struket qosheve të shpirtit, por shpreh edhe vërtetoj atë tek njerëzit që I do. Të puthësh fëmijët, të puthësh dorën e nënës dhe babait, pastaj ti përqafosh ata pa kursim, të kalosh momente poetike me miqt, edhe kur ata në lëndojnë, edhe kur dështon, fillon nga e para. Mendo se kjo botë është kalimtare dhe e përjetshme të pret. Shumica nuk e din këtë dhe veprojnë në papërgjegjshmëri. Ndaj përdori lotët për të ujitur tolerancën, përdori disfatat e tua për të trajnuar durimin, shfrytëzo gabimet e tua me qetësinë e ndërtuesit. Përdori dhimbjen për të mbushur kënaqësinë. Përdori pengesat për të hapur dritaret e inteligjencës. Asnjëherë mos hiq dorë nga rruga drejt lumturisë së përjetshme, sepse kjo jetë dhe jeta tjetër janë shfaqje e mrekullisë së Zotit që po të dhurohen. Ke ardhur në këtë botë të adhurosh një Zot të vetëm dhe jo dynjan. Atëherë do kuptosh sekretin e vërtetë të suksesit në këtë jetë.